është duke orientuar pacientin mbi produktet që përdor dhe mbi shkaqet që mund të çojnë në përkeqësim të rozaceas, edhe pacienti vedisohet dhe kupton nëse kjo është një gjendje kalimtare apo është një gjendje që kërkon ndihmë të mëtejshme të mjeku dermatolog. Pjesë e trajtimit është edhe ndryshimi i stilit jetesës. Ndryshimi i produkteve më së shumti dhe i kujdesit. Një nga problematikat që ka lëkura me rozacea është që është një lëkurë e ndjeshme ndaj rrezeve UV të diellit dhe është shumë e rëndësishme që pacienti me rozacea ta lyej patjetër me krem dielli lëkurën e tij çdo mëngjes. Një gjë që nuk ndodh sidomos te meshkujt, por edhe te femrat nuk ndodh në mënyrë sado që është pikërisht sistematike. Është domosdoshme që të merret një krem i cili jo vetëm të mbrojë nga dielli, por të ketë aftësi hidratuese, sepse lëkura e rozaceas më së shumti shpesh herë ka barrierën e lëkurës, e ka të dëmtuar. Lëkura me rozacea është një lëkurë e dëmtuar dhe ka nevojë për një krem që jo vetëm ta mbrojë nga dielli, po dhe ta hidratoj. Dhe në këto raste, mjeku dermatolog ose kur nuk kemi vajtë te mjeku dermatolog, farmacisti mund të ndihmojë që të marrësh produktin e duhur sipas tipologjisë së lëkurës. Dhe produktet që duhen vendosur në lëkurë janë produkte që nuk duhet të kenë parfum, që nuk duhet të kenë fragranca të cilat irritojnë, nuk duhet të kenë alkool për shembull. Kështu që jo të gjitha produktet që ka tregu, jo të gjitha kremrat që ka tregu, jo të gjitha kremrat që gjenden në dyqanet e kozmetikës apo pikërisht janë të përshtatshme për këto lëkura të ndjeshme dhe farmacia është vendi ideal për të drejtuar për të gjetur një produkt që mos ta përkeqësojë situatën. Kjo është pra një pjesë e këshillimit se çfarë produktesh duhet përdorim, po le të ndalim edhe më gjëra dhe me produktet që mund të njëkohësisht është edhe mënyra se si ne ushqehemi. Duke patur parasysh fjala inflamacion vitet e fundit normalisht është bërë shumë më e njohur se çka qenë ndryshe nga infeksioni. Inflamacioni është një gjendje e trupit ku sistemi imunitar joni është në disbalancë, është siç rregulluar, ai shkakton skuqje ndër të tjera, është një nga simptomat e një inflamacioni që në këtë rast shfaqet në lëkurë dhe çdo gjë që mund ta përkeqësojë këtë inflamacion duhet evituar. Dhe një nga tani nuk ka vërtetim 100% shkencor, megjithatë ka një orientim shkencor mbi ato ushqime që e ulin apo e përkeqësojnë inflamacionin. Sigurisht dhe çdo pacient duhet ta kuptojë vetë se çfarë janë ato ushqime të cilat e dëmtojnë apo e përmirësojnë, po kuptohet që ushqimet e procesuara, ushqimet me shumë yndyrë, ushqimet me shumë sheqer, ushqimet me shumë gluten, pra brumrat, janë faktorë të cilët gjithmonë mund të ndikojnë për keq. Sigurisht, sa i ndjeshëm është një person nuk është tjetri, por që kuptohet një regjim i shëndetshëm ushqimor është natyrisht çelësi i suksesit për një trup të shëndetshëm, sigurisht pa inflamacion. Nëse shfaqet në lëkurë është një nga, le të themi, pikat e dobta të pacientit ku mund të shfaqet ky inflamacion, po sigurisht ki parasysh që nëse shfaqet në lëkurë do të ketë efekte edhe në pjesë të tjera të trupit. Kështu që rregullimi i stilit jetesës, inflamacioni, ne kemi thënë pothuajse në çdo rast. Ka nevojë për gjumë që të ulet, ka nevojë për qetësi, ka nevojë për sport. Pra, të gjitha këto, le të themi, aktivitetet e shëndetshme në jetën tonë bëjnë që trupi të qetësohet, flora bakteriale të përmirësohet dhe të ulet sigurisht ndjeshmëria pastaj në lëkurë e tani ke marrë disa nga produktet thjesht për ilustrim, pra se çfarë të kemi parasysh për pjesën e trajtimit apo jo, ato që mund të na. Unë dua ta nis nga një tester që kam marrë me një krem dielli me ngjyrë jeshile. Është shumë interesante, pikërisht prandaj e kam marrë. Ja, ta bëjmë kështu. Ngjyra jeshile neutralizon ngjyrën e kuqe. Tani sigurisht dora ime nuk është e skuqur, kështu që efekti nuk do të jetë optimal për të parë, por në një lëkurë të skuqur, ngjyra jeshile që sapo vura unë në dorë, ky është një krem me SPF 50, do të neutralizoj plotësisht të skuqurën, që do të vendosur çdo ditë kjo. Dhe kjo duhet vendosur për ditë. Dhe ky është një, le të themi, krem i cili shumë pak vete e din që ekziston, por që jep një neutralizim të tonalitetit të lëkurës, dhe mbi të pastaj sigurisht mund të vendosen edhe produkte të tjera, të cilat mund të jenë. U bë si krem pudrat që vendosim ne për make-up, ja. Iku e gjelbra dhe është neutralizuar. Është neutralizuar komplet. Sigurisht, mund të vendoset direkt në lëkurë ose mund të vendoset mbi hidratuesin, po është shumë interesant, prandaj kam marrë. Shpeshherë pacientët kanë frikë ta blejnë, sepse thonë, do më vete të gjelbër, çfarë do më ndodhi mua. Por është një mënyrë shumë e mirë, sidomos për personat që kanë një punë ku ju nevojitet një aspekt fizik i kuruar, pikërisht i kuruar, po. Dhe këto janë praktikisht produkte të cilat nuk përmbajnë ose përmbajnë shumë pak
parfume, alkooli, konservues, pra të gjitha këto produktet që mund ta irritojnë lëkurën dhe janë linja të ndryshme të cilat janë ose hidratuese. Ky është për shembull një krem hidratues me SPF30, pra nuk është vetëm një krem mbrojtës, është një krem mbrojtës me veti hidratuese. Që futen te produktet që ti këshillon edhe farmacisti për kujdesin e përditshëm. Duhet patjetër lëkura duhet mirëmbajtur, ashtu siç dhe duhet bërë kujdes kur të lahet, pra duhet të lahet me një larës i cili nuk e dëmton barrierën e lëkurës. Lëkura me rozacea nuk pranon acide, nuk pranon acidin glikolik, për shembull që përdoret shumë, nuk e pranon retinolin, sepse ato mund të bëjnë një tharje të mëtejshme të lëkurës. Sigurisht ka pacient që e tolerojnë, ka lëkura që e tolerojnë, por në përgjithësi flasim, janë produkte të ndryshme të cilat duhet të evitohen dhe shpesh herë pacientët nuk e dinë, nuk janë të vetëdijshëm që kjo gjë është duke e përkeqësuar gjendjen e lëkurës së tyre dhe vazhdojnë të përdorin produkte të gabuara. Pyetja e fundit që do të bëj është për sa i përket testit të alergjisë për produktet për kremrat e ndryshëm që ne marrim. Si bëhet testi alergjisë? Tani, testi alergjisë është shumë e rëndësishëm që ne kur marrim një produkt të ri në shtëpi, ta provojmë një herë jo duke vendosur direkt në fytyrë. Pra gjithmonë është e këshillueshme jo vetëm për lëkurat e ndjeshme dhe lëkurat me rozacea që janë shumë të ndjeshme, por për këdo, se ne asnjëherë nuk e dim paraprakisht nëse një produkt mund na bëjë alergji apo jo. Kështu që shumë mirë që kemi edhe një krem jeshil, se mund ta shohim direkte. Këshilla e parë është që të vendoset një herë në brendësi të krahut. Lëkura e krahut është e parapunës mund të lahet edhe shumë lehtësisht. Pjesa e brendshme është delikate dhe vura goxha. Vendoset një herë këtu kremi. Ja, ky është solidaritet. Bashkimi bën fuqinë dhe duke e vendosur këtu, ne shikojmë dhe kuptojmë, sepse kemi dhe shumë të lehtë për ta parë, nëse lëkura jon skuqe, nëse lëkura jon reagon me sensitivitet pikërisht me. Pastaj, pasi presim pak, pra nuk do të kalojmë direkte në vendosje në fytyrë, do të presim një herë, le të themi një 15 minutë, gjysmë ore pse jo, nëse kemi kohë mjaftueshëm, mund të vendosim një pjesë të produktit në zonën e qafës dhe ajo është një zonë ndjeshme, sigurisht e lëkurës, e cila së fytyrës në të cilën ti mund të testosh shumë mirë, e tregon me një herë dhe pasi ke parë që në lëkurën e qafës nuk ke reakcion alergjik, atëherë mund ta vendosësh në të gjithë fytyrën. Kështu që do të fillojmë një herë me krahun, me qafën dhe pastaj me gjithë fytyrën. Për të gjitha llojet e produkteve. Kjo mund të bëhet edhe për fëmijët, shumë e rëndësishme sepse edhe fëmijët kanë një lëkurë shumë të ndjeshme dhe duhet kontrolluar një herë nëse ju bën diçka alergji apo jo. Pas hapit. Falenderoj shumë Teuta. Faleminderit ju. Faleminderit për këshillat. Kjo ishte rubrika me këshillat e Teutës. Pas pak do të jemi me Krisanti, kalojërin dhe të ftuarën e ditës për horoskop. Qëndroni me ne.